Gjykata e Durrësit ka liruar nga qelia ish efektivin e Reneas Arbër Paplekaj, që ishte dënuar për vrasjen e Pierin Xhuvanit 4 ditë para zgjedhjeve të 25 prillit 2021 në qytetin e Elbasanit. Pas dënimit me 22 vite burg nga shkalla e parë, ai kërkoi rihapjen e procesit ku përfundimisht u dënua me 7 vite heqje lirie. Po kështu, apeli ka dhënë pafajësi për 6 efektivët e shqiponjave: Tedion Duraku, Bullum Biçaku, Erion Balla, Erion Meçja, Donald Dedja dhe Besmir Kadiu. Për ta, gjykata e Elbasanit ka dhënë dënimin me 16 muaj shërbim prove. Të pafajshëm janë shpallur edhe 2 ish zëvendës drejtorët e policisë së Elbasanit, Albert Nushi dhe Nikolaç Balla, për të cilët gjykata e Elbasanit që dhënë nga 1 vit shërbim prove për secilin. Kujtojmë se nga shkëmbimi i zjarrit mbeti i vrarë Pierin Xhuvani dhe të plagosur Emiliani Prenga, Paulin Vuksani, Dhëndri Xhuvani, Edion Budani dhe efektivja e policisë Gjensila Sota. Paplekaj pranoi krimin dhe u dorëzua në repartin e forcave Renea në Tiranë, duke thënë se qelloi për vetëm pasi qellua më parë nga persona që sipas tij po blinin vota. Ngjarja ndodhi pas përplasjes mes shtabeve elektorale, kur struktura informale e ngritur nga Partia Demokratike për mbrojtjen e votës ndaloi makinën e Mehmet Grecës me pretendimin se ai po shpërndante para në këmbim të votave për Partinë Socialiste. Greca thirrën në ndihmë Pierin Xhuvanin. Nga ana e Partisë Demokratike ishte struktura për mbrojtjen e votës e ngritur në Elbasan, pjesë e së cilës ishte edhe Arbër Paplekaj.